Shumë e aftë që ka me udhëheq më tutje. Ju dëshiroj gjitha të mirat, shëndet, jetë të lumtur, puna e bën të lumtur njeriu. Lexoni sa më shumë, internetin sa më pak, këshilla po e dini ju atë shumë mirë. Edhe kështu që nuk di çfarë më fol se kam emocione shumë. Edhe jam shumë e lumtur që erdha bashkë me ju studentët, me rinin. Është bukur, është mirë. Ju dëshiroj gjitha të mirat edhe një herë, edhe ju falenderit shumë për ftesën që nuk më keni harruar. S'kisha çfarë më thonë më. Vjetor dhe ky është që për pedagog, për student, pyetje sa më shumë. Sa më shumë pyetje për vajzën fisnike të jashtëzakonshme të kombit shqiptar në Xhmia Pararush. Mëria artistëve të këngës, a ka ndonjë sferë që ekziston vërtet në mbar shqiptar? Është një pyetje e parë. Pyetja e dytë, në fëmijë ose nikut në Derisa, a është dikush që ka marrë të zë që ka të mrekullueshëm që e kemi? Faleminderit. Kemi zëra shumë të mirë, edhe unë kam pas fat që kam pas një kompozitor të madh, të talentuar shumë, që ka çdo notë ti tingëllon shqip. Edhe I ka bë 3 vepra për mu, Bareshën, një lule Zajfusha. Këto janë përpunime të këngës popullore. Ai nuk e ka prish as pak këngën si këngë popullore. Vetëm ka dhënë diçka për zonin tim, vetëm një vokal tjetër. Një staccato, cilën ka qenë mjaft rënd me kënu, se bile ka ndodhur edhe që kom hedh notat poshtë, edhe I kom thënë, unë nuk jam instrument, edhe unë s'mund ta kënoj këtë. Ai më bënte me butëqeshi mundesh. Kështu që Baresha është shkru një herë, që 50 vjet nuk ka shkru ma kërkush si Baresha. Ejo është një këngë me melosin popullor, edhe më vjen keq kolegja ime e dashur, Manjolla në Albani, para 2 vjetë më duket ashtu 3, ajo ka kënu atë këngë dhe ka marrë CD në artë me atë këngë. Mirë po une tash e kom bani CD mas 50 vjetë. S'kam as CD, as spot, as kërgja. Edhe që tha, tash do t'ju këndoj një këngë të vjetër popullore nga Kosova, të cilën unë e kam ringjallë. Mu mërë keq që ajo këngë nuk është popullore e vjetër, është një kompozitorit. Se sa për kënim e din, edhe më ka ardhë mirë që e ka kënu, mirë e ka kënu, veç kjo më befasoj shumë. Ka talente, kemi edhe këtu edhe atje. Po, edhe kemi pas, po koha ka qenë e tillë, edhe mos mendoni që jam vetëm unë. Në art nuk ka numër 1 si në sport. Fondacionit Banka e Ideve këtu në kampusin Vitrina. Mirë se keni ardhur në Shqipëri. Dua të di përshtypjen tuaj, sa herë vini në Shqipëri, si ndjeni? E para, mbajni mend se kam 3. E dyta. Po. E dyta. Mbas lindjes suaj ka lindur dhe një yll tjetër për këngën shqiptare, Vaçezela. Si ndjeni në raport me të? Se diskutoni më parë që ju ndoshta jeni pak më lart nga që Vaçja nuk pati mundësi të këndoj arje operistike si ju keni interpretuar dhe të interpretoni artin skenik në sken që ajo nuk e bëri dot. Por jeni të dyja bilbila të këngës shqiptare, të magjishme në zë. Dhe e treta, keni dalë me një periudhë në sken që ishte shumë vështirë të triumfonte femra shqiptare. Si ja keni dalë? Faleminderit. Edhe kjo ishte e kundërshta. Po.
Nuk e di se si kretë kur kthehem tash mbrapa them as kam qenë e vetëdijshme, as çka po bëj, as çka po kënaj, po shkoj shumë interesant, nuk kam impresion kërkush, po kështu ka qenë jeta ime. Edhe shumë vonë, 71 unë kam pasur në një grup njerëzit që kanë ndërsu. Atëherë ka qenë koha për Florit edhe unë i kam pas një sopran që më s'ka mujtë ndryshe në kënë, veç ashtu. Shtu që isha si me thënë, e pa vetëdijshme që ka kom bërë, vërtet, sincerisht për e ta. E pa që zelin, kur kam arë që një 71, kam arë jo zyrtarisht, po dhe një kolegë timi me pa babën e vati një njërë tash është. Kështu që kemi arë për 2-3 ditë. Bile ambasadorin që ka qenë në Beograd e kanë njëkë për ambasador se s'ka lejmru që po vitin. Unë e thash pëse po privatisht po vitin, po baja zyrtarisht edhe më kanë prit shumë. Kosti, 15 ditë veta po vjetë me Zefin, me kolegën tim, edhe ja kom kënu një këngë të ati edhe me kënu që kam dashtë në dekat para se të paracitin para publikot. Mirë po unë e kam, gjithmonë kam pas emocionet të përrume. Po kur kam dalë, më ka dhanë Zotin një fuqi edhe ka dalë mirë. E aty kam njoftuar që zelin, kam kënu këngën e zef të pesit, ok më bukuroshe. Vetëm në këngë që aji ka shkënu, kjo është. E ka komponu. Edhe gjithë e kënojnë, po se dini kujt është. E kam njoftuar që zelin mësë pari e kom pa në bindë, që është du me pa, me ndiqëm, e kishtë një koncert. Nuk më ka ndodhë diçka e tillë dikush me hyrë në shpirt, në çdo orë, trupit tim, mendjes time, shpirtit zemrës, e ka pas një paraqitje. Nuk kam pasur të kanë. Shumë e qetë, pa lëvizje, pa kurrë. Edhe thjesht, nuk ka duk ma e bukra ndodhë, në beson, kur kam shku, jam këthy, ma në jem të këngu dhe kam njërë. Ajo është i vetë një person, ajo që i kom shku një letër, si një letër dashni, me që në mashku, që një shku pasaj. Interesant. Edhe kështu, atëherë kom pas të ku. Ibrahim të kënë, avë një mullen, Nina mullen, kretë kanë arë në të ku. Më kretë ata që unë i kom adhuru, pas i kom pa. Kom qenë shumë i lutë një këthy gjerë zakonisht. E më ndej, fillu me ansambl Shota, me radio televizionin e Prishtinës, kemi pas turneja, kemi kalu gjithë më mirë, kemi pas sukses. Baqen e kam në shpirt, kemi shumë gjanët për bashkëta. Kur ishte në Prishtinë, shpesha mbrapa binës, baqe, isha nervos. S'kam kënu mirë. Baqe shumë bukur ke kënu arshesit ka prit publiku. Njësoj, këm pas edhe me këta. Jo nuk e dini, publiku aplaudon se më shef mundësien, po unë s'kam kënu mirë sante, po mirë, pa ki pa dur të rëkitje, ja, e kemi pas të vërtitet të djetë, nësej. Edhe baqen e kom takut pare 3 vjetë, mos një se kom qenë, një film dokumentar ka qenë për te, edhe ka qenë për meje, ka pe kom pa, për ndryshe vlau jem, e kom zvisër shëshnat me pjetrin edhe me ata në shkollin dhe vinë. Edhe sëm ka haru kur, e thirin në në telefon, Pjetri gjithmonë na ujën vitineri, kur nuk ka rënë. Kështu që jemi shumë largë, kishim, bile kur shkova me pa Vaqen, bukur u duke shumë, edhe Vaqe është shumë pedante. Ajo është e pa mundën. Edhe në pruni Pjetri, do pak. Jo, ati s'ke bu veqë, dishka te, tash Vaqe,
Këshilla ta shkojnë se të kanë lezëru shumë. Tash se kur gjës ki, tash që vetë edhe meri edhe që të Atëherë ishte kënaqësi e veçantë që ne patëm në gjithësisht e gjithë para rrugës. Shumë faleminderit.